Përmes një operacioni të mirë organizuar, policia e Kosovës para ditën e së martes ka goditur strukturat e krimit të organizuar në 21 lokacione. Aksioni i cili nisi në veri e jug të Mitrovicës duke vazhduar në Vushtrri e Skenderaj përfundoi me arrestimin e 16 personave. Nga policia e Kosovës kanë dhënë detaje për kanaljet lidhur me operacionin. Mund të konfirmojmë se sot në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me institucionet kompetente ka filluar realizimin e një operacioni policor i cili përfshin 2 rajonet e Kosovës, atë të Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Operacioni policor ka të bëjë me luftimin e veprimtarive kriminale të kontrabandimit me armë dhe municion. Pas përfundimit të operacionit policor, do të bëhen publike informacione shtesë. E zëdhënësi i prokurorisë themelore të Mitrovicës Valon Preteni ka njoftuar se në mesin e të arrestuarve është edhe një policë i cili dyshohet për veprën kontraband të armëve. Po njëri për të arrestuarve ndalumve është policë, ai është se tjerët janë për 2 vepra, ky vetëm për këtë veprën me kontraband me armë me këto gjëra që ka. Për ndryshen 13 ndalum për 48 orë, tashmë në afatit parafamë ligjor prokuroria do të bëj kërkesë. E lidhur me këtë kanë folur edhe njësit e çështjeve të sigurisë, të cilët thonë se krimi organizuar nuk njeh kufi, komb apo rac. Me urdhër të prokurorit është bërë konfiskimi i armatimit dhe dokumente të ndryshme si në jug ashtu në veri. Pra kriminalet bashkëpunojnë mes vete. Aksioni si tillë nuk është ky i parë dhe as i fundit, sepse Mitrovica e Veriut është vend i militarizuar që do duhet në vazhdimsi të demilitarizohet. Mendoj se çështja e luftimit të krimit organizuar posa që është në posedim, mbajtje dhe kontraband të armatimeve është njëra ndër çështjet më të rëndësishme të Republikës Kosovës sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë publike. Ne jemi dëshmitar të asaj se kemi pas shumë raste të rënda të cilat kanë të bëjnë me cenimin e sigurisë publike pikërisht për shkak të posedimit dhe përdorimit të armëve. Ndërkaq avokati Ardian Bajraktari ka shpjeguar shkallën e ndëshkueshmërisë për të dyshuarit për çka tha se mund të shkojë deri në 10 vite. Armëve në rrethana kur kemi të bëjmë me eksport ose import të armëve ose materialeve tjera plus në mënyrë të kundërligjshme, e kemi sasi të madhe të armëve më tepër se 400 ose më tepër se 400 fishek, atëherë shkalla e ndëshkueshmërisë për këtë vepër është me burgim deri në 10 vite. Ndryshe rasti ngjashëm kishte ndodhur edhe disa ditë më parë në Prizren, ku policia kishte gjetur 3 armë zjarri dhe 188 fishek në shtëpinë e një të dyshuarit. E gjithashtu edhe në Gaçanik, ku gjatë kontrollit të një automjeti policia kishte konfiskuar një pushkë gjahu dhe 6 fishek.